Këshillë, siç edhe jemi njoftuar, sot në datën 29/07/2026, në salën e Zgjedhjeve të Shqipërisë, kolektivin e radhës të Këshillit Bashkiak Kos, të firmën zyrtare Këshillit, bazë të ligjit 139/2015 të Qeverisë Vendore në 23.4 me të rendite. Pika 1. Miratimi i rendit të ditës. Pika 2. Shërbimin e miratimit i projektmentimit për përdorimin e fondit të kushtëzuar deri 6% ndihmë ekonomike për muajin qershor 2026. Pika 3. Shërbimin e miratimit i projektmentimit për shtesë në programin e stejimit social, dimensioni monosiliqeras për vitin 2026. Pika 4. Shërbim dhe miratimi i projektmentimit për disa ndryshime të vlerës së 2026. Pika 5. Shërbimin dhe miratimi i projektmentimit për miratimin e tavaneve komunitare të TBA-s 2027-2029. Pika 6. Shërbimi dhe miratimi i projektmentimit për miratimin e fondit të shpëtimit akumulatuese dhe pushimore. Pika 7. Shërbimi dhe miratimi i projektmentimit për hapjen e rrugës në fshatin Vetrar, lagja e poshtme, nësia administrative e Zipër, dhe pika 3 të dyshme. E hedhim rendin e ditës me votim. Pro, kundër, abstenim. Vjojmë në pikën e parë të rendit të ditës. Në pikën e dytë, shërbimit e miratimit projektmentimit për përdorimin e fondit të kushtëzuar deri në 6% ndihmë ekonomike në muajin qershor 2026. Sa lihet ditën? Përshëndetje të gjithëve, për përdorimin e fondit të kushtëzuar për ndihmën ekonomike deri në 6% në muajin qershor 2026. Për të ardhur në ndihmë familjeve më të afërta të pamjaftueshme në kushte sociale ekonomike të vështira, të cilat nuk përfitojnë nga sistemi i ndihmës ekonomike sipas kritereve të zbatuar në ligjin nr. 27 datë 18/7/2019 për asistencë sociale në Republikën e Shqipërisë. Miratimin e kriteve të dhënien e fondit të kushtëzuar për ndihmën ekonomike deri në 6%, mbi bazën e aplikimit për ndihmë ekonomike në sistem, refuzuar për pamjaftueshmëri për muajin qershor, janë 18 familje të reja, të cilat propozohen të trajtohen me ndihmë ekonomike nga fondi i kushtëzuar deri në 6%. Për muajin qershor, nga fondi i kushtëzuar deri në 6% përfitojnë 125 familje. Me këtë fond nuk mund të trajtohen familje që janë refuzuar nga sistemi për mos deklarim pati, mos deklarim mjeti, mos deklarim pensioni, mos deklarim invaliditeti. Familje që trajtohen nga fondi i 6% nuk mund të trajtohen me këtë fond më shumë se 3 muaj. Pas 3 muaj rekomandohen që të aplikojnë për të përfshirë në sistemin e ndihmës ekonomike. Faleminderit. Ka diskutime? Sa i përket pikës së dytë, ndihmën ekonomike? E hedhim me votim? Pro? Kundër? Abstenim? Vjojmë me pikën 3, shërbim dhe miratimi i projektmentimit për shtesë në programin e stejimit social, subvencioni monosiliqeras për vitin 2026. Për një shtesë në programin e stejimit social, subvencionimi monosiliqeras për vitin 2026. Bazuar në vendimin e Këshillit Bashkiak nr. 5 datë 30/01/2026, vendimin e Këshillit Bashkiak nr. 11 i datës 12/2026 dhe VPB-s nr. 15 datë 27/02/2026 kërkojnë që të bëhet kjo shtesë për familjen e zotës Mirjeta Deki. Kjo familje është nga fshati Unjate, nësia administrative Kos Bashkiak Kos. Pranë zyrës së shërbimit social ka paraqitur kërkesën së bashku me gjithë dokumentacionin e përkatës për të përfituar subvencionimin e bonus ligjërat për vitin 2026. Zonja Mirjeta ka nënshkruar kontratën me numër 3276 fraksion 1 prop me qirazdhënësit për një afat një vjeçar. Efektet e kontratës fillojnë nga data 1/1/2026 deri në datë 31/12/2026. Gjatë procesit të verifikimit dhe hartimit të listës së përfituesve të programit të subvencionimit të bonus ligjërat për vitin 2026, për shkak të një gabimi nga ana jonë, familja e zonës Mirjeta Deki nuk është përfshirë në listën e përfituesve. Megjithëse plotëson të gjitha kriteret ligjore për të qenë përfituese. Ashtu ka paraqitur të gjithë dokumentacionin e nevojshëm për të qenë në listë. Për të përmirësuar këtë pasaktësi dhe për të garantuar zbatimin e drejtë të legjislacionit të fuqi, propozohet shtimi i familjes në listën e përfituesve të programit. Ka diskutime? Gabimi të vogël këto pas këtu po bëj gabim të vogël. Është bërë një lapsus, është një lista. Nëse një shqime e atje, nëse deve gabime deri në ditë Shopi. Ka diskutime të tjera? E hedhim në votim? Pro?
shërtim dhe miratimi projekt vendimit për pjesa ndryshimin në buxhetin e vitit 2026. Anita, të lutem. Atëherë përshëndetje gjithë. Atëherë vim në këtë këshill këtë projekt vendim për ndryshim buxheti për vitin 2026. Tani, sipas udhëzimit të zbatimit të buxhetit, pas 6 muajit të parë, pas plotësimit të raporteve të realizimeve dhe analizës deri në fund vitit, është e nevojshme që të bëhet një rishikim buxheti pas 6 muajit të parë dhe me zërat që nevojiten edhe që të përdoren me vazhdim. Sipas dhe tek udhëzuesi i zbatimit të buxhetit, të gjithë ky projekt vendim që sillet në këshill ka një procedurë tjetër përpara e cila është e plotësuar. Që fillon nga drejtoritë secila ka paraqitur kërkesën për atë, domethënë sipas nevojave që ju kanë lind për shembull si tek investime. Dhe pas paraqitjes së kërkesës së tyre me miratimin e titullarit është bërë ndryshimi në buxhetin e bashkisë, duke analizuar gjitha zërat. Atëherë fillojmë nga domethënë kjo e para blerje makineri për pastrimin e kanaleve vadice është pjesa që ka tepruar nga tenderimi dhe blerja e Varickut, financim i ambasadës japoneze. Dhe kjo është kujtuar në muajin shkurt dhe për këtë arsye diferenca do t'i kthehet ambasadës pas kontratës bazë që ka ardhur financimi. Atëherë, pjesa e këtyre zërave që shkurtohen është pjesa e zërave të cilët domethënë janë gjendje që ka qenë hartimi projekti për rikonstruksionin e kopshtit, oponenca për rikonstruksion shkollë Ibrahim Dema, oponenca për qendër rinore dhe mas rishikimit të buxhetit janë bërë rishikim edhe tek pagat e aparatit, pagat tek fondi rezervë dhe sigurimet shoqërore, të cilat variojnë me një lloj teprise, sipas llogaritjes në fillim është bërë për arsye se edhe vendet vakante që ka struktura, llogaritja në fillim bëhet për gjithë strukturën. Pastaj, sipas nevojave, kjo është gjendje, domethënë si plan nga të ardhurat e bashkisë. Dhe sipas atyre kërkesave të paraqitura pranë drejtorisë buxhetit, domethënë këto zëra, dhe kjo shumë lehtë do të shkojnë një herë kthim shumë për ambasadën japoneze zëri i parë, hartim projekti për përmirësimin e banesave ekzistuese për komunitetet e varfra dhe pafavorizuara, mbikëqyrje për të përmirësimin e banesave dhe pastaj me radhë të gjitha këto pasi është fituar projekti i ri, domethënë nga dhe paraqitet nevoja pas miratimit nga ministria dhe varjuar nga shuma, paraqitet nevoja për mbikëqyrje dhe kolaudim për këtë objekt. Pastaj këto janë të ndara, domethënë se projekti vendimi është ndar 05 ky kapitulli dhe 01, domethënë se bëjmë përshtypje janë dy zëra, për shembull 2 herë përmirësimi kjo mbikëqyrja, se domethënë ka pjesën me grant dhe pjesën me të ardhura, sipas zërave të buxhetit. Përmirësimi dhe tek meqense është fituar dhe projekti i rikonstruksionit të ambienteve të kopshtit Klos, është me financim 3 vjeçar nga Ministria e Arsimit dhe ka domethënë kërkesën për bashkëfinancim në shumën 15% dhe kjo shuma 15% është marrë nga pjesa e pagave të transfertës sektoriale të arsimit të ardhur posaçërisht për arsimin. Dhe ka qenë detajuar për paga për arsye se nuk ka pas një detajim në fillim, domethënë se s'ka qenë kërkesa edhe ai domethënë projekti miratum dhe tani është çuar për bashkëfinancim për rikonstruksionin e kopshtit për mbikëqyrje dhe kolaudim. Dhe është krijuar një fond, domethënë nga gjithë këto zëra, edhe që të bëhet një shtesë për investime në rrugë, në mënyrë që ne me projekt buxhetin afatmesëm 2027-2029 të nisim një projekt për investime në rrugë me financim 3 vjeçar. Siç domethënë kemi krijuar edhe më para me këtë në Belunjaten. Që edhe rrugët të cilat rrugë nga brava, apo s'ka? Tani është në proces hartimi projekteve, darsi. Te ka këto kanë vërtu prende nga repari të ardhë, no? Në që jam më të rëshirë, ka të 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 Sa përpunë, një të në në arrojnë se ka shumë kisha. Tani me në pyetje. A pyetje dhe diskutime sa i përket pikës
Ka sistemi kisha, me këtë, kur të bëha. Atëherë përgjigjem në Albi, në fakt ne jemi në pritje të përgjigjes që do na japë Komisioni për 3 rrugë që i kemi çuar atje, kemi çuar Sipërhanen, Dansin edhe Bërshinin, si pastaj nëse shprehen ato për një apo për 2 investime, pastaj do vazhdojmë ne të investojmë sipas prioriteteve. Prioriteti është numri i banorëve. Dim që kemi rruga akoma të fshatrave të familjarë në rrugët kryesore, kemi disa nga këto dhe prioritetet janë sipas numrit banor. Kështu që edhe rrugës tonë ka diskutim dhe i miranda. Nuk është një miranda. Këtë një me bëbë. Parume në drejtësit? I buka Ja, po një atë. Ka diskutime të tjera? Unë Po, ver. Po një dhe. Kam përkuve të gjithë radhës tjetër. Tani pak më parë dhe jashtë që i kam shkujt një grup. Si kam mësi investime rrugu. Gjak. 6.5. Investime poshtë. 6.5 është nga të ardhura, se ka kapitullin 0.5 edhe me 0.1 është me grant. Do me thëmë me grant janë 3.5 e 6.5 nga të ardhura që mblidhen. Pra ndaj që ndanë si pas kodeve buxhetore. Dakor, tu ke redakcionisht shpjegues vetëm një rreshtë kështu. Po ja po prandaj po shpjegoj edhe me gojë tani. Jo, se s'ko morë se çka ka shpjeguar me gojë. Mund të shpjegoj prapë. Investime në rrugë, e ka shkruar se çfarë. Ti e di. Tani investime në rrugë sipas përparësive. Kryetari i bashkisë së politike, kurse ti e mbro kryetarin e bashkisë në rrugën e ligjit. Unë kështu them. Tani përderisa janë në proces hartimi projekteve, pastaj ne i është bërë emërtimi investime rrugë, se kur është bërë Belunjata ju ka marrë me emërtesë se ishte projekti. Tani po bëhet projekti, kemi lënë në fillim vitit 10 milion lekë vjetra për të hartuar projekte dhe tani është faza e tenderimit të projekteve. Atëherë projekti i rrugëve që do hartohet, mbase këtë do dhe Albi, projekti në rrugëve që do hartohet është Beni, nga shkolla Vete Shahin, është Darsi e ka projektin, Bërshini e ka projektin, është Kuqelja, është Kukatini dhe Coruja, nga asfalti në asfalt, Doni, të gjithë rrugët që në fakt nuk kanë projekte dhe që duhen asfaltuar. Burës e klasë të të Këtë? Për projekt. Kto janë investime, po hartohen projekte. Po hartojnë projekte për të gjithë. Atëherë, do të thonë, masi të hartohen projekte, këto janë për investime. Roberti, të gjithë rrugët që nuk kanë projekte dhe që janë pa asfaltuara do të hartohen tani me këto projekte. Pastaj në varësi. Se nuk e shkruar se ti je teknicien e kryetarit në vendim. Po tani shkruajmë projektime, ndërtim aty projekte, kaq lek. Jo, nuk është rruga Beçollau kaq, rruga Nife Muçës kaq. Edhe më çetur prap. Këto 10 milion nuk janë për projekte, janë për investime. E mora vesh, e kuptova se sa më shpjegohet. Unë ndoshta nëse nuk shoh mirë asy. Ke shkruajtu rekonstruksion kopshtit Los Bigju dhe Kolaudi. Po, pjesa e bashkëfinancimit, rekonstruksioni i kopshtit. Jo, do të rekonstruksion kopshtit i Bigju dhe Kolaudi. Po, është pjesa jonë, ministria pa bën. Se vjen shifër shumë e madhe. Po, është edhe Bigjuja dhe Kolaudimi brenda. Të dyja bojnë kaq lek apo kja dhe tjetër gjë brenda? Po, bashkëfinancimi që është 15%. Bigjuja dhe Kolaudi dalin shumë. Kurse që se ka tjetër gjë atë. Është edhe bashkëfinancimi, po thënë. Tani, fondi në total nga Ministria për rekonstruksionin e kopshtit është 55.304.458 lekë. 15% bashkëfinancim nga ne kërkohet 9.757.825 lekë. Këtë e kam ndarë në 2 vite me BBA 5.4 janë nga jo shtatëshja dhe pjesa tjetër në 2027. Aty je shtatëshja 5.4 bashkëfinancimi, 1.3 është mbikëqyrja dhe 165.000 është Kolaudimi, ja me dokument të projektit. Çfarë do ka dhimbë në shkruajtje rresht aty?
Po I kam përmbledh bashkë se ishin një dy objekt. Nëse Sa unë dava unë kam për të shembull nuk e dorë di, duhet bindem, e ta çoj dorë. Edhe po përshtyp një tjetër gjë pjanive. Që ka mundësi e shkru këtu oponentë teknikë ku ishte kjo. Për ta në tim ura beton armend. Nuk e kam me ty, e kam me ata ndërtuesi vazhdimisht. Po, kjo është bosi. Si ke bo tendër ti pa pagu oponenca teknike. Oponenca është kry, por barë fatura barë fatura po paguj, unë e kam fut aty me paguj fatura. Unë kam bo oponenca sa dush të më shqiptos. Oponenca është qu, dhe barë fatura. Pa pagu fatura e oponenca teknike, nuk lidhet qire teknike. Barë, se pa pagu mund ngelin deri vitin tjetër ajo. Se barë buxheti se sa ke. Këto punë mu I kom bo Po para detyrimet prandaj janë të ngelin Robert. Tash edhe detyrimet prandaj ngelin kur s'ka mundësi financiare. Të shilloj që kryetarët duhet t'ja qesh në formë ligjit, por mu si ke në formë ligjit ka. Ti ashtu thu unë për vete, Jo, ato që thamë me mbroj. Ato që bazu në udhëzimin e strategjisë të buxhetit. Anive, ato që them mua mbroj, ato që sa them nuk e mbroj. Kurse ato po e nxorra, se ti je bindur që e mbroj. Edhe unë mendim po. Shumë I bind. Jo, ti nuk e mbroj. Ti nuk e mbroj. Megjithatë unë boj loj kaq, të s'du të merrem me ty, kisha gjetë kishte vetë tjetër, ti nuk e mbroj. Ti një këto nuk I mbroj. Tash Bert, këtu jemi një institucion. Me anë institucionale, nëse ka diçka personale flasim. Jo, s'kam asgjë personale. Sa këtu thonë që nuk edhe herë tjetër. Unë isha në trajnim, më kishte quajtur institucion. Jo, ti kemi herës tjetër ka qenë punojësja përgjegjëse finance, nuk ka qenë që unë e pyeta personi, tha nuk e di video zvoj mirë që të pyes, unë do ta drejtoj me kryetarin e bashkë me Çirit. Por unë me që e erdhi ajo, s'kam pas gjë personale me ty, më çatu. S'kam pas. Tani në këtë mënyrë po na. Jo, absolutisht, po unë e pyeta radhë tjetër. Punojësin e bashkisë Kosit, s'di gjë, dikush tjetër do të ndryshë, dikush tjetër. Atëherë përdesë ti ke firmën, ke përgatitur relacion, s'u shkoj kuptoj. Kjo se sa kështu, kërkoj falje. Berti, Se janë një ishte shumë e qartë që ka miratim I oponencës edhe mbrapa ka fatura për ta paguar ne. Anivja nuk gojë tjera hiq në shenjë një sare. Hiq. Ja po ta them Ka një diskutime të tjera? Ka diskutime të tjera se për teknikës? E kemi në votim? Pro? Kundër? Abstenim? Vjojt me fikën 5, miratimin për miratimin e tavaneve përfundimtare të bardhë në 27-29 tarifet. Atëherë për tavanet buxhetore 27-29, sipas udhëzimit të hakimit të programit 27-29, sipas udhëzimit të financave, është domethënë hapi I radhës për miratimin e tavaneve përfundimtare për programin 27-29. Dhe këtu janë planifikuar të ardhurat e planifikuara për 3 vite. Të ardhurat e planifikuara vendore, 90 milion për 2027, 94.500 për 2028 dhe 99.500 për 2029. Transferta e pakushtëzuar të sektoriale të ardhura në sistemin e menaxhimit buxhetit vendor, të pasqyruara në tabelë. Atëherë në total shuma e të ardhura për vitin 2027 451.159.090. Në vitin 2028 469.866.398 dhe në vitin 2029 479.822.804. Dhe këto të detajuara si me poshtë për paga, për shpenzime operative dhe investime. Atëherë, për paga, 258.196.776 lek, domethënë për vitin 2027, 261.091.864 lek për 2028 dhe po një dashi për edhe 2029. Atëherë, prioritet qendror në këtë PBA, kemi lënë shifrën për investime në total 131.500.000 për vitin 2027, 134.500.000 për 2028 dhe për vitin 2029 136.500.000. Atëherë, këtu bie në sy normalisht përqindja e lartë e pagave për arsye se këtu janë të gjitha transfertat sektoriale janë të ardhura për paga dhe sigurime, për pjesën e punojësve, arsimor, zjarr fiks, rritje, administrim hyrë dhe sektorin e rrugëve. Shpenzimet operative janë shpenzimet bazë
për cilat është të domosdoshme funksionimi i institucionit. Dhe bashkëlisë është edhe tabela sipas programeve i detajuar edhe për shifrat e detajuara. Tavonet ka në një koeficient në vitin paraardhës apo e vetë sa do Cilat? Këtu transfertat janë gjitha të ardhurat. Transfertat janë gjitha të ardhurat dhe nuk na kanë lënë gjë ndonjë, vetëm të vetëm gjë e viti se ka do vit transferta e vitit 2008. Po kam një sistem që ma ka hedhur për 3 vite. Buguri. Po për këto kartat e planifikuara. Kartat planifikuar janë në vendim këshilli në fillim vitit për 3 vite. Po buguri e ka marrë vendim këshilli. Po. Mie më nërë se mos kam djenë në ndete, për shemë ti, ta po shumë me gjë. Tu ti vitit 2027, ka është planifikuar 90 milion, ose 900 për dhe në tjetër. Ndete ma përpara, tu që ka tjetë si bana, dhe që se ka gënjë e dhe letra nuk e majme në mirë, po ishin ndetë 357 ose 370 e catë. Nuk e majme në mirë fix, pra 37 milion. Jo, nuk të tani unë atë se kam duke të jesh i bindë kjo poshtë ka rëqinë o Silvana ka bërë një ndarje. Ka thonë të ardhurat e veta dhe të ardhurat për arsye të monitorimit ndahen me ato të ndara që quhen taksat që vijnë nga qendrori, që do të thotë të rentës minerale, të tatimit të tapit, të regjistrimit të mjeteve. Po, ajo është një shumë, domethënë nuk vjen shumë e madhe, por ka përqindjen aty. Dhe këto zbresin të ardhurat e veta. Se të gjitha raportet, kjo merret parasysh, të ardhurat e veta, ato që ti, kurse plani, në fakt, tu bëhet me gjitha, bashkë në ato të ndara. Gjitha, po. Se, po. Patjetër, se ne. Edhe për bon ti relacioni që ne vjen, dhe aty ke thonë, fakti ka që. Po fakti i atyre që janë mbledh këtu, dhe fakti i ndarave që vinë nga qendrori. Që s'është e drejtë, se ne na e morin si tregus për përqindje biznesesh, atë minjerën të 23 minjerat dhe në finale në asilën 12 milion lek vjetra për rend mineral. E di. Të disbalanca që pastaj në Ministri vetë që ne kërku këtu, edhe nuk të ja. Po prapo, një kjo shqipër këtu, 90 milion. 90 milion predispozohet që ne gjitha bashkë, edhe ke relacioni që ka pru. Relacioni të detajuar. O 37. Të detajuar 90 milion shikar kur është miratu për vitin. Ke zyra ai, do ta prindoj, do të vi me ledhe këtu me shkresë. 90 milion shik në fillim kur ka ardhur plani për 90 milion shikar vi detaju sa do të vinë nga ato taksat e ndara, sa do të vinë. Jo, ta ke planifikuar ti, nuk ka ardhur ty. Është miratu fillim vitit aty kanë bërë shifra. Po ne fillim vitit çka ka miratu fillim vitit do të ka qenë votum shqiptar. Ti e personi që e mën bashkinë që mos me faliment. Unë një vendim këshilli, nëse këshilli është miratu këto 90, si ta shkruaj unë 7 vjet. Nuk janë ekonomista gjithë aty. Si ta shkruaj 7 vjet? Nuk jam analfabet, çfarë fut Po mirë, si ta shkruaj unë 7 vjet këtu? Ja, ti po thon 35, ta shkruaj 35. 37. Vitën e shja do të thotë ti ke vendimin e këshillit me 90, si e ke 35 aty? Jo, me që nuk për lëshot ty u të vej hekrat. Sa mirë. Se unë të them, u anë që e da shështu, dhe planifikur në Po t'jeme dhe unë për lëshot do t'i kisha vun t'aherë ty atëherë, kur ishe ti. Ti, a ke planifikur në që se ke personal. Jo lutem. Tu nuk jemi prokurime për me nas hekrat as kur gjënë. Ti që kesh personale? Të lutem. Ka diskutime të tjera? E jeti të votit? Turp kesh për të që bërë. Turp! Kundër? Abstenim? Bjë me titën tjetër të rendit të ditës, shërbim dhe miratimi projektetimit për miratimin e fondit për shpenzime akomodose ushqimore. Të lutem? Përshëndetje të gjithëve, është një projekt mendim që ka të bëjë me akomodimin dhe ushqimore të forcat të cilat marrin pjesë në zgjedhjen e trupit të humbur në Bashkë. Në operacion të cilat marrin pjesë forcat alpine speleologjike të Kosovës, forcat të Fasharimanit Vlorës, edhe forcat kërkim shpëtimit nga Shkodra.
Kota të cilat janë me datë 12/7, bashkia mori përsipër shpenzimet për akomodimin dhe ushqimet e tyre, edhe në bazë të VGM-s 414 për datës 8/7/2021, pika 3.1 për miratim me procedurën dhe kriterëve të ndajës për përdorim të fondit të kushtëzuar të buxhetit të shtetit për mbrojtje civile, kërkojmë nga juaj miratim e shpenzimeve, në bazë të faturave të cilët janë bashkë ngjitur me projektin e ndihmës që kemi, një faturë e cila shkon 51.800 euro. Ka diskutime faleminderit. Ka diskutime se për shpenzime për akomodim? E jemi në votim? Kundër? Abstenim? Dhe me pikën tjetër? Shërbim me miratimi për i vendim, për hapjen e rrugës në fshatin Petrar, nga Lërkush në sirë administrative e Cipër, pika 7. Bëhet fjalë për një rrugë në lagjen e portit në Gurën e Bardh. Ku aty përfshihen disa fiset të lagja Gjeta, Laci, e ta tjerë që ata janë një lagje e cila aktualisht është parë. Sa të kemë hapje një aksë rrugë, e cila më shumë ka lënë për fond prior. Rruga që bëhet fjalë kalon nga projekt i lagjes Gjeta, projekt Gjetës, deri ma thonë Laci. Ka takime që kemi pasur të disa herë, në dytë herë, vendosëm që të kalojnë nga projekt Gjetës, tokat e aqik Gjetës dhe të hakim Gjetës. Pastaj, sipas listice që besoj se e keni edhe ju këtu, lidhet lagja e sipër me Lacit dhe lagja e poshtë. Rruga ka kërkon pak hapje traseje më shumë, kërkon vendosjen e dy tumbinave, përgatimin e projekt dy tumbina e mishe, sepse për ta lidhur nga poshtë dhe sipër duhen dy kalime që të funksionojë. Arada për shpëtimesh kur se kemi pa, arada për banorët. Besoj se herën e fundit banorët kanë rënë dakord për gjumën e rrugës, ku do kaloj rruga. Pastaj pjesa tjetër mbetët. Përmet takimeve që keni këto, ka publik hapja e rrugës që ne duhet shkojmë të gjesë publike? Banorët? Unë mendoj që herën e fundit kam pranuar, por atë që edhe unë besoj se ka nevojë. Që të mos ju avanojmë hapjen e rrugës. Se nëse ne do ta çojmë të gjithë do rikthehet edhe një herë. Jo, nuk ka asnjë lloj konflikti, ne kemi gjetur. Besoj se ata e kanë domosdoshmë se çdo banorë se lagje kanë ndar për gjithë, kanë dhënë gjithë ata absolutë do të thonë, raport gjithë ai do të është vetëm një aks ku mund të afrosh gjithë, do të thonë Ne kemi pas në syrë. Dhe nga forcuar në tjetër. Kërkesa ishte një personi më përpara dhe që ka të vetëm dy familje, me qenë se ishte dhe një lagje pa rrugë, unëm të gjithë bashkë dhe gjetëm mundësinë për të shërbyer të gjithë lagjes. Ka diskutime sa i përket Salvike, jemi në votim? Pro? Abstenim? Nuk ka. Ju falenderoj. Mos dhe efektuar ju për mendimin tim, ka e që stabilit që janë të herë e pare fundit që ne një punojnë bashkëria me tabel qitë. Dhe që në lejra të flasë? Dhe të mjëllimi në të përtare. E para punës, në fund të rejnë të vitët, në fund të falë, të sajtë të rejnë në gjesto. Komisionet e Këshillit të shqyrtoj projekt aktën dhe të zhvillon një dhe para para, se pas punës të përgjithësis të ambyllis të kohë, dhe të cilë Komision dhe Adis e Kali së shtatori ka kalim në sajnë që të bashkët. Regulore ka të qka në tjilë. Lidhën komisionet, vinë me raport dhe nemër të komisionit dhe relator kryetari komisionit kushër. I ekonomisë, kushtjet, i financës, i interprar politikisës janë, si një sekretari Këshillit dhe i kysin. Edhe këtu merë raporti komisionit ekonomisë dhe relator dhe marrë historia. Kush shqiptar, kush njëri, tjetë gjo, personale, ose tjetë për tjetë, një drejtor, sekretari dhe bashkjet, një nënkretar, e kërko me seancë të veçantë dhe si shkërkohet parlamenti dhe ministri të tjerë dhe interpellantë për të filloj për rrugët, për buxhetin, për BBA, për gjitha me radhë.
Se është e turpshme që ne këtu mandatin e kemi marrë vetë me qenë nuk ne ka votuar. Kemi dalë për pullën nuk kërku vota. Dhe edhe diçka ose bie. Tjetër e para fundit. Në rast se komisionet nuk sjellin relacion se nuk lidhet, merr komision lidhet votim. Nëse fiton shumica për një trup vendimi fiton. Nëse u shumica me ufaqe, edhe me historia. Ska diskutime, kjo është rregullore. Nëse dini, pyeteni e bashkinë e policia, nuk shohim. Është shumë e rëndë, ti përmendën hekura të punojësit bashkisë që për mua është modeli i bashkisë. Pa 25 vjet financier. Me mënyra politike për të drejtuar bashkinë e Klosit këtu, dhe nëse jeni mësuar për t'i bërë hekura dikujt, këtu ja. Kush ti të mësuar le ti çoj atje ku i ka ku është mësuar gjithmonë me vepru, por në këtë lloj sjellje antar Këshillit Bashkiak nuk është e patolerueshme. Edhe sidomos po të jetë model edhe përpara një gruaje.